Përshëndetje, mirë se vini në konferencën përshtyp të thirrur nga Sport Klub Gjilani në prag të sfidës 24 kampionale në Albi Madh Super League ndërmjet Malishevës dhe Gjilanit. Si gjithmonë pranë jush ndodhet kryetrajneri i ekipit Ardian Uhiu, si dhe sot futbollisti Marko Roganović. Do flasim fillimisht për organizimin e ndeshjes, ndërkohë më pas do ua kaloj fjalën juaj për pyetje. Përshëndetje për të gjithë. Le të vazhdojmë me këtë vendosmëri, me këtë zjarr, me pasion dhe me përkushtim maksimal për çdo ndeshje. Të bashkuar të luftojmë të gjithë së bashku, sepse vetëm kjo na dërgon drejt asaj ku ne dojmë të shkojmë. Kemi analizuar kundërshtarin, një kundërshtar i cili luan në forma të ndryshme. Jemi munduar për këto 2 ditë sa kishim me skuadrën të përcjellim mesazhe apo se si ti neutralizojmë pikat e tyre të forta, por gjithashtu do të përqendrohemi tek potenciali, tek momenti jonë i mirë dhe forca e grupit, e cila është e bashkuar dhe e uritur për sukses. Besoj që në këtë formë do të zhvillojmë një ndeshje të mirë, sepse përballë kemi një kundërshtar të fortë, rëndësia e ndeshjes e kemi parasysh të gjithë, sepse po luajmë me rivalin direkt për ato vende të cilat të dërgojnë në Europë, por është ndeshja realisht e rëndësishme, edhe pikët me përkushtim maksimal nga gjithë grupi. Jam i bindur se qëllimi jon nuk do të ndryshojë edhe për këtë ndeshje, që ta kalojmë me sukses. Hello to everybody. What I can say for tomorrow game, it's Malisheva is good team. We play on their stadium. Përshëndetje për të gjithë. Ajo çfarë mund të them është se Malisheva është një ekip shumë e mirë. It's our direct concurrent for the third place and place for Europe, and we are so motivated. Është konkurrenti ynë kryesor për pjesën europiane, pasi që ndodhet në pozitën e tretë dhe ne jemi të motivuar për këtë ndeshje. And we are motivated to fight for that place and to continue our good games and to be in good shape. Ne jemi të motivuar për këtë ndeshje dhe jemi të motivuar që të luftojmë për të vazhduar rrugtimin ose ecurinë tonë të rezultateve. So we are focused on our plan, how to stop them, how to attack them, and of course we go to win. Ne jemi të fokusuar në planin tonë se si ti ndalojmë ata, si ti sulmojmë ata dhe si ta fitojmë ndeshjen. Po trajner, keni pas është evidente që suksesit tjerë zakonisht përdohen përse për këtë rezultateve dhe sukseseve në këtë edicion Gjilani është larg nga të tjerat përcjellse përveç klubit të rivalit të kanë drejtës, që paka shumë është aty dikon. Mirë po është evidente që ju jeni para sfidave shumë të rëndësishme, nga se pjesa e skuadrës më cilësore dhe kundërshtar më dend mbase të tjetë tash e tutje. Pa e minimizu këto sukseset tuaja, a jeni të gatshëm për sfidat e radhës që u presin dhe do t'i merrni masat që vërtet shkojni me këtë ritëm, me këtë trend drejt synimit që tashmë jeni në synim pasur garat e vërtetë. Ha pas hapi, skuadra është përmirësuar shumë. Përveç që jemi përmirësuar në aspektin e lojës, më pëlqe edhe që kemi ndryshuar të menduarit. Tani më mendojmë gjërat pozitive dhe jo rastisht po marrim gjëra pozitive. Shumë mirë the që kampionati ndoshta sa vjen dhe vështirësohet. Nuk do të shohim më larg se ndeshjen e nesërme. Përqendrimi dhe fokusi maksimal do të jetë
tek ndeshja e nesërme, realisht duhet të jemi tek performanca më e mire jona, që të dalim mirë nga ky takim, dhe besoj fuqishëm, aspekti mental janë të përgatitur të gjithë për të performuar dhe për të bërë një ndeshje të madhe nesër. Trajner, përveç ndeshjes nesërme që kemi ndeshjen e më pastaj do ta kemi me Prishtinën, po shtoni një pretendent tjetër. Domethënë janë dy ndeshje që realisht nuk mund mi cilësu si ndeshje të radhës. Zakonisht që keni zakonisht trajnerët të deklaroni që është vetëm një ndeshje radhës, vetëm një ndeshje radhës. A jeni përgatit për këto dy ndeshje maksimalisht në gjithë aspektet, sepse siç thotë popull mund me qenë ndeshje ku dohet shohi bishë qetë. A do tjetë Gjilani në pjesën e sipër, apo do të bëjmë në pjesën e poshtë? Okej, janë ndeshje të rëndësishme, por vërtet kam analizuar vetëm Alishen. Kam parë 2-3 ndeshjet e tjera të fundit se si ata luajnë dhe në asnjë moment s'kam larguar përqendrimin tek Prishtina. Është e rëndësishme që nesër të luajmë mirë, të shkojmë sipas planit tonë, të dalim tek ajo loja jonë apo tek plani ynë i cili besoj fuqishëm që do ta nxjerrin futbollistët në formën më të mirë. Pastaj kemi 2 ditë kohë për të përgatitur për ndeshjen tjetër, e cila vërtet është e rëndësishme. Dy janë ndeshjet janë super të rëndësishme. Asnjë rast tjetër nuk është vendimtare sepse ka kampionat për të luajtur komplet edhe 13 ndeshje, 14 sa kanë ngjerë deri në fund. Kështu që është e rëndësishme çdo pikë, çdo kundërshtar që na del përpara, kemi marrë shumë mësim edhe nga ndeshja e fundit. Ndeshjet e lehtë nuk ka. Dhe një bravo të madhe për skuadrën kundërshtare Fernikeli që rezistoi, na ka rritur shumë në çdo aspekt. Dhe gjithashtu më vjen mirë që grupi në asnjë moment nuk u dorëzua dhe deri në fund e kërkoi fitoren dhe e mori. Trener, ndeshja ose takimin me Alishevën ka një veçori të veçantë për shkak që në krye të Alishevës është një strateg i cili është Bekemi Supi, një nga trenerët më të mirë. Jo më i veçantë ose më i mirë, po një nga më të mirë, domthonë në mesin më të mirëve. Strategjia e lojës të Alishevës po konsideroj që ndoshta është e rëndësishme që i ke analizuar, po strategjitë e trajnerit për shembull, a ke arrit ti analizosh dikon në proces, për shkak që duhet të përgatit një familje ekipën për një ndeshje më shumë se derbi. Shumë respekt për Bekimin. Neve çdo koleg që kemi përballë na bën mirë një farforme, sepse zhvillohemi duke analizuar se si luan kolega jonë dhe duke u munduar ta gjejmë formën se si ta mbyllim. Nëse më ndëgjove në fillim, thasha ata luajnë në 2-3 mënyra. Dhe kjo ka qenë e rëndësishme që unë të përcjell mesazhin te grupi, që duhet të neutralizojmë nëse na luajnë në këtë formë apo nëse na luajnë në tjetër. Por gjithmonë do të mbështetem edhe tek potenciali apo do të kërkojnë nga futbollistët e mi të dalin ata tek kualiteti i tyre që të mund ta mposhtin kundërshtarin. Hezituat që jo nuk janë shumë ndeshje vendimtare në një mënyrë për shkak që ka ndeshje të tjera të radhës, takime të tjera të radhës. Po ajo për shembull që më bën me më kon kurrështar për shembull një Gjilan me një disiplinë kaq të madhe, me një shfaqje kaq dinjitoze në fushë, në arenën sportive, a ndjen lojtar për shembull të lodhur kur para dy vitesh keni përfunduar një takim tjetër ku në anë dy ditë do mënosh një pushim shumë i shkurtë në familje për lojtar me pas një kondicion jashtëzakonshëm për futbollin. E kemi parasysh edhe këtë. Për atë jemi përgatitur në fillim të kampionatit. Nuk kemi vetëm 11 futbollistë, janë edhe futbollistë të tjerë të cilët stërviten, presin momentin, ku unë besoj që nesër do të kemi edhe ndryshime në ekip, në formacion, do të kemi edhe koka të freskëta për këtë takim.
Kampionati është i njëjtë si për ne si për kundërshtarin, sepse kemi luajtur të dyjat në të njëjtën ditë. Kështu që e kemi parasysh pa diskutim që ne trajnerët, stafi komplet, rekuperimin e shpejtë të grupit dhe ndeshja shpejtë e cila na pret dhe don shumë energji. Kolegu Yusuf potencoi një fakt sa i përket kapaciteteve të trajnerit. Dhe kemi thuaj, po duke ditur që nuk është i afër familjarisht, unë i bashkohem me dhune, mendoj të njëjtën gjë, dhe në këtë kontekst mendoj që lufta, nuk i pas parasysh faktin që Gjilani edhe Malisheva potencialisht për nga cilësitë dhe kualitetet janë aty dikur, a mund të jetë që betejë kryesore të zhvillohet në mes dy trajnerëve, mes jush edhe me strategjinë e lojës që do ta ndërtoni, me konceptin, idenë si do ta realizoni brenda fushës gjatë 90 minuta. Është e rëndësishme kjo, por mendoj që skuadrat janë më të mëdhenj se ne trajnerët, kështu që respekt edhe për skuadrën tonë Gjilanin, sepse ka pas trajner shumë më të mëdhenj, gjithashtu edhe tek Malisheva, pa diskutim që edhe ai edhe unë do të kërkojmë formën apo mënyrën e dur për ta fituar ballafaqimin, por takohet Malisheva dhe Gjilani dhe jo trajnerët. Trener, zakonisht në pjesën e parë të kampionatit, kur mungon rezultatet, deklaroheshe që megjithatë je i kënaqur me lojën e ekipit, rezultatet do të vinë. Tash nëse referohemi ndeshjen e fundit, rezultati jep dhe me mund, falë edhe portierit, por loja nuk e ajo që vlerësoj që do ta ketë Gjilani që nëse pretendon me Evropë. Për cilin variant jetë tash? A je për pikë apo lojë të mirë? E dua futbollin e bukur dhe dua të luaj gjithmonë mirë, por i dua dhe futbollistët të cilët nuk dorëzohen dhe e kërkojnë edhe në atë formë ta fitojnë takimin. Qoftë me një penallti për kundërshtarin, ku fal portierit kemi argëtuar 3 pikshin, po mos harrojmë se pjesën tjetër bashkë portieri me grupin kanë punuar shumë për ta fituar atë ballafaqim, por do të jemi thtarë gjithmonë i lojës bukur, sepse besoj fuqishëm se momenti që të luan skuadra mirë, të performon mirë, atë nuk ka mundësi të mungohej rezultati. Në atë ndeshje ishte shumë e rëndësishme të merret 3 pikësh. Theksova edhe në presin e kaluar, që do të jetë një përballje e fortë, sepse kundërshtari po kalon një formë të mirë dhe po në atë formë na doli kundërshtari, ku na u desht të harxojmë shumë forca, shumë energji për ta fituar takimin. Po një pyetje për futbollistin, për Markon, a je optimist për ndeshjen e nesërme dhe klubi që është disponibil brenda klubit, dhe a mund të presim gola meqense ajo është cilësia jote në shërbim gola? One question for Marco. Are you optimist for the game of tomorrow? And what is atmosphere of the team? And you expect too much goal for the game? I'm always optimist. If I'm not optimist, I can play. So after these wins, of course, everyone needs to go up, our motivation, our strength, and we will see tomorrow. Unë jam gjithmonë optimist dhe mund ta konfirmoj që atmosfera brenda skuadrës pas këtyre rezultateve është të jetë pozitive dhe se përket golave do ta shohim nesër. Kam një pyetje për Markon. Referuar pjesës parë dhe dytë të këtij stenori, nuk kemi kalu mirë me skuadrën e Malishevës. Në këtë drejtim, a keni marrë mësim nga ato mësime dhe ato me i zbatu në ndeshjen e nesër? One question for Marco. The last 2 games against Malisheva, we lose 2 games. We learn something from this game, and you will repeat the same things, or you will change for this game something. I think we don't win the last 5 games against Malisheva, so I think it's time to finally win tomorrow and to continue these good games. Ne nuk kemi fituar në 5 ndeshjet e fundit ndaj Malishevës dhe besojmë që nesër është koha e duhur për ta fituar ndeshjen dhe për të vazhduar sëri në rezultate pozitive.
Trajner edhe për fund, në base për fund, në base mund të ketë edhe pyetje tjera nga kolegë, po për fund në thjeshta, a e ke skuadrën e lojtarëve në dispozicion, a ke të lënduar, a mund të pritet që Xhironi të jetë me atë potencialin e tërë që e ka më të mirë në fundshëm për këtë ndeshje kaq të rëndësishme? Përsëri Roberti do të na mungoj për shkak të dëmtimit. Ai është duke punuar. Besoj që shumë shpejt do të vijë dhe të ndihmoj skuadrën. Gjithashtu dhe Armen Thaçi nuk do të jetë për nesër për shkak kartonave, kurse grupi tjetër janë të gjithë gati. Atëherë unë ju falenderoj për vëmendjen dhe shihen takimet tona të radhës.